Dhe mos harrojmë se janë të lidhur, të gjithë janë të lidhur me korrupsionin, të gjithë janë të lidhur me drogën, dhe me atë diktatin e pushtetit. Dhe Rama është emëruar nga Sorosi si personi i cili duhet përfaqësoj Europën dhe për t'i bërë nëpërmjet këtij, për t'i bërë gjithë deklaratat që kërkon të bëj Sorosi apo veprimet që kërkon të bëj Sorosi i ngarkohen Ramës. Duke filluar qysh në mandatin e parë të Trumpit, i cili deklaroi në atë kohë që fitoria e Trumpit është fatkeqësi për Amerikën edhe për botën. Në atë kohë u fal, dhe jemi që u fal nga Trumpi, kurse kësaj radhe e ka tepër të vështirë. Po të shohësh qysh në fitoren e traardhjes të Trumpit në Shtëpinë e Bardhë, Rama nuk ka pas asnjë lloj mundësie për ta parë Trumpin, jo më për t'i dhënë dorën, sepse Suzy në Amerikë është personi i cili më i afërt i Trumpit, i cili bën gjithë agjendën dhe është ajo që e ka penguar dhe është barriera më e fortë e Ramës për ta anashkaluar atë skandalet e tij apo edhe çështjen e sigurisë të Amerikës. Çështja me Gonigal është shumë e fortë, por Rama është edhe Sinaloa, nëse do veni re kur Rama bëri tallin me Trumpin, ai u përgjigj vetëm me një foto të Ramës me Gonigalin në zyrë të Ramës. Kështu që por ajo që është kryesorja pastaj është që FBI është brenda në Shqipëri dhe gjithë hetimet po i vazhdon t'i bëjë ajo, për sa i përket gjithmonë, për sa i përket Ramës edhe shpurës së tij të drogës edhe të korrupsionit në Shqipëri. Rama do mundohet me gjitha format dhe kushtet për të shmangur, për të bërë, por nuk besoj se s'ka dalë deri në sot, s'ka dalë dikush më i fortë se sa Amerika dhe nuk besoj se Trumpi do ta fali Ramën siç e fali herën e parë, flasin. Aq më keq që flitet për një agjenturë. Dhe kur vjen puna te agjentura, amerikanët nuk falin, nuk pyesin pavarësisht kush është president. Si e keni lexuar raportimin e fundit të Altin Dumanit në Komisionin e Ligjeve, i cili nuk dha shumë detaje sa i përket çështjeve më të nxehta dhe u përpoq të anashkalonte pjesët ku përmendej Edi Rama? Altin Dumani kur ishte në Amerikë, herën e fundit që vajti në Amerikë në mënyrë urgjente, nuk bëri asgjë më tepër vetëm se raportoi apo dha llogari për atë çfarë nuk është bërë në Shqipëri. Pjesa tjetër pastaj, deklarimet që bëri Altin Dumani ishin korrekte, flasin drejt. Ishte tregoi dhe nivelin e ulët të deputetëve të parlamentit, sepse është e para herë që të gjithë ata janë konflikt interesi me Dumanin, me Spakun. Sepse është Spaku ai që po i heton ata. Dhe ata kërkonin në çdo kusht të nxirrnin, të përfitonin politikisht duke kërkuar disa detaje të cilat asnjë prokuror nuk mund t'i japi. Çështje të cilat janë hetim nuk mund t'i japi. Por përgjigja që Dumani ju dha dhe i tha që për sa i përket çështjes me Gonigal, ne kemi kërkuar asistencë ligjore nga shtetet e tjera dhe nuk e cilësoj Amerikën për një arsye shumë thjeshtë. Sepse Rama nuk ka bërë vetëm në Amerikë udhëtime, Rama ka bërë udhëtime edhe jashtë Amerikës me Gonigal. Pra, edhe në Europë Rama është bërë. Dhe prandaj është hetimi që bëhet për sa i përket fluturimeve që Rama ka bërë me charter, fluturime të cilët i është kërkuar se me këtë persona ka shkuar dhe çfarë është transportuar në ato aviona. Dhe meqense Dumani dhe asnjëri nuk e pyeti për këtë Dumanin. Për këtë pikë për shkak askush nuk e pyeti dhe pse është deklaruar që kishte nisur hetimi për sa i përket të fluturimeve të Ramës. Por asnjëri se pyeti, të gjithë u fokusuan ke me Gonigali sepse menduan se kjo është çështja më e nxehtë që njerëzit e dinë, domethënë shumica e shqiptarëve tashmë e dinë, po ti përmendesh me Gonigalin shkomendje te Rama dhe ata kërkuan të përfitonin politikisht, por në jurisprudencë nuk ka përfitime politike sepse ai nuk mund të tregojë ty se ku është hetimi. Ai mjafton vetëm me këtë fjalë që tha ne kërkojmë asistent ndërkombëtar,
këtu u mbyll pavarësisht ata në ignorancën e tyre vazhdonin të ngullin këmbë, të bënin dhe të nxirrin diçka. Aq sa kaluan në idiotësinë tjetër ku kërkuan grup parlamentar të krijojmë komision parlamentar për çështje me Gonigal. Është një idiotësi totale e tyre, sepse kjo nuk është çështje, ne nuk kemi kapacitetet për të ngritur të lloj komisioni, sepse duhet të jenë njerëz të sigurt, duhet të jenë njerëz me certifikate, duhet të jenë njerëz të cilët duhet të kenë një personalitet, njerëz që nuk duhet të jenë në hetim. Unë nuk e di se kush nuk është në hetim aty gjithë deputetët në hetim janë. Nga majtës e djatës, nuk po them vetëm majtës, të kuptojmë drejt, kur them deputetët e gjithë aty parlamentit janë gjithë në hetim. Çfarë kërkojnë? Kërkojnë ata të dinë se kur është hetimi i X-it e Y-it? Ata janë konflikt interesi gjithë. Të gjithë janë konflikt interesi. Kush nuk është konflikt interesi aty? Nga ata që bën pyetje, gjithë janë konflikt interesi. Si mund marrësh ti prokurorin që të merr ty, që të kanë hetim ti bësh pyetje? Ku ka ndodhur kjo? Po. Unë pranet, ata treguan nivelin e tyre dobët. Dhe munduan që të dalin edhe të bëjnë, domethënë nuk kishin as konceptin më të thjeshtë, elementar që e ka një jurist, që një çështje i kalon prokurorisë rretheve dhe një çështje kalon prokurorisë siç është Spaku. Pra, këta nuk dallonin dot se kush çështje i kalon edhe për çështje zgjedhore, se kush e merr, kush ka kompetencat për prokuroria rretheve apo Spaku, nuk e dallonin dot, i fuqin gjithë me i thesë, kupto. Sepse thash, këta mendojnë se të bëjnë politik në këtë lloj forme. Kjo s'është as politik, po s'është as drejtësi, themi, as jurisprudenca nuk e njeh këtë lloj gjëje. Kështu që Dumani për mua, jo se Dumani u shmang pyetjeve, po Dumani aq e ka limitin e përgjigjes. Deri aty mund të shkojë, nuk mund të shkojë më tepër, tregoj Dumani tash se çka ka ndodhur aty e ç'a ndodh, të hapi dosjen në atë parlament. Nuk mund të ishte në komisionin e sigurisë ku kanë certifikatën, kanë atë, mund thoshte diçka ndoshta më shumë, po për sa i përket komision parlamentar aty të marrë dhe të flasë ai, po aty s'dihet me gjithë mediat që janë aty, të gjithë dalin llavet në sekond. Ja. Për mua ishte qëndrim korrekt jo në këtë rast nuk po mbroj Dumani, ne të kuptojmë drejt, unë mbroj institut drejtësisë, domethënë që drejtësia kështu funksionon, nuk mundet ai të t'japi ty informacion për një gjë që e kanë hetim. Qoftë për këtë lloj njeriu. Po thash, ajo që ishte më kryesore ishte ata që gjithë janë me dosjen Spak, ata kërkoshin informacion nga Dumani. Nuk arritet tregu nivelin e tyre dobët kaq asgjë më. Po sa i përket reagimit të Dumanit, i cili pati një irritim kur u pyet nga deputeti Tedi Plushi se a e ka takuar ai ish agentin e FBI-s Charles Megonigal, ju si e keni lexuar reagimin e Dumanit në këtë rast? Pikërisht kjo është ajo që këta nuk kuptojnë një gjë. Ajo çështje Megonigali është hetuar në Amerikë dhe për sa kohë hajtohet në Amerikë. Patjetër që FBI-ja, ja u thash në fillim, është edhe në Shqipëri. Qëndron në Shqipëri. Dhe po merret me këtë. Si me shumë çështje tjera po merret kryesisht edhe me çështjen me Megonigali, e cila e ka marrë si prioritet. Problemi qëndron si mund të deklaroj Dumani para atij që unë e kam takuar apo se e kam takuar. Po ku e diun se Dumani nuk ka vaj dhe ka takuar Megonigali në Amerikë atje në qeli. Ku dëgjoj?